Selam aleikum hoxh, ata që bëjnë magji apo ato që bëjnë magji, nëse pendohen bindshëm au falet, ose janë të humbur për gjithmonë. Aleikum salam rahmatullah. Kemi dy dispozita kërshi magjistarve. Dispozitat e shariatit në dunja dhe dispozitat e shariatit në botën tjetër. Në dunja, nëse nxihet magjistari duke bërë magji, ose vjen dhe tregon edhe faktet e bindin shtetin, kadin edhe gjykatën islame se ky është ka bën magji ose po bën magji, atëherë ai duhet më ekzekutu. Domethënë për magjin e tij. Nëse nuk ka shtet islam që merret në këtë çështje, nuk ka shariat, atëherë normal nuk merren individët, është haram e ndaluar më çu individët edhe me ekzekutu, domethënë pse ju ka tek dikujt. Ke parasysh, nuk ka ligj islam, është një ligj tjetër që magjin e sheh si diçka normale ose nuk e dënon me këto dënime, atëherë shteti është përgjegjës, ti nuk je si individ përgjegjës. Pra dispozitat e shariatit nuk i ndërmerr individi, po vetëm i ndërmerr nëse ka shtet që punon me shariat. Pra nëse dikush ka bërë moralitet, nuk do të thonë që muçu e ka marrë vesh filani, e ka pa edhe me myt tjetrën. Pse thot ka bërë kështu ose oçu tjetër njëri ka vjedh, edhe muçu individi më prej dorën, jo. Vetëm shteti e bën një gjë tillë. Pra në dunja, kjo është dispozita. Në ahiret, nëse është pendu, Allahu xhalla shanhu padyshim se fal edhe magjistar normal, haku që ju ka hyrë një zonë hak i kthehet gjithsesi cilët, Allahu ja kthen ose duke marrë këtij të mirat, ose Zoti me rahmetin e vet nëse këta magjistarin ja ka pranuar pendimin, atëherë ka Zoti mirësi ball, sa këtij mos më marrë të mirat, pa ata me i shpërbly në atë mas sa ata me qenë të kënaqur edhe pse kanë qenë të sprovuar me magji. Pra në këtë dunja, nëse pendohet, edhe s'ka shtet islam kur gjë kërkuj. Por nëse ka shtet islam, atëherë merret shteti me rastin e tij, po flasim nëse është pendu. Nëse nuk është pendu dhe ka nxon shteti, me fakte se kjo është magjistar dhe gjykata është bind me diçka tillë, ai merr dënimin e merituar. Por nëse është pendu, edhe s'ka shariat, atëherë lihet njeriu, nuk i bëhet kurfar presioni apo zullumi nga individët, e në botën tjetër inshallah taala është i penduar nëse normal ose është i falur nëse është penduar sinqerisht. Shpresoj që të jemi qartë në të që përmenda.